Projekti Dua të luaj, zhvilluar në zonën periferike të Vlorës, ka qëllim të ofrojë një hapësirë stimuluese për fëmijët, ku ndërthuren elementët natyror, por edhe me ata sportiv. Një projekt që po zhvillohet në fushën e aviacionit për të orientuar të rinj të merren me sport, dhe ky është hapi i parë i projekteve të tilla, të cilat do të vijojnë edhe në të ardhmen. Kështu ka deklaruar kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha, referuar objektit të projektit Dua të luaj, ndërhyrjen për jetëzimin e fushës së aviacionit në Vlorë, në hapësira sportive dhe rekreative. Sipas kryebashkiakut Dredha, është vetëm një pjesë e këtij territori që do të shërbejë për këtë projekt. Është bërë një projekt me bashkëpunim me Fondin e Zhvillimit, me Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Ne kemi filluar investimin atje, do të jetë një fushë e cila në fakt ne kemi quajtur fushë aviacionit, po bëhen disa fusha sportive aty, e cila do të përkthehet edhe në pjesë jo vetëm argëtimi, por edhe pjesë për të orientuar gjithë të rinjt që shkojnë të merren me sport, sepse ne kemi pasur edhe si qëllim, qoftë fushatën që kemi bërë, por qoftë edhe politikat që ne duam të zhvillojmë në qytet. Investimi është duke u bërë, shpresojmë të mbarojë sa më shpejt dhe patjetër nuk kap gjithë territorin e fushës aviacionit, kap një pjesë. Ndërsa gjendja më parshme dhe ekzistuese e sheshit ishte lënë pas dore dhe ishte kthyer në një vend grumbullimi mbetjesh inerte, duke qenë jo funksional, tashmë fal investimit të Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe projektit realizuar nga Bashkia e Vlorës, pritet që të jetë një vend atraksioni për të rinjt, por edhe për banorët e kësaj zone, te fusha aviacionit, ndërsa pritet edhe ndërtimi i fushave të ndryshme, si fushë tenisi, fushë volejbolli, basketbolli, kënd rekreativ, si dhe objekt që shërben si zonë zhveshje në funksion të çdo përdoruesi të parkut. Po ashtu pritet që të ketë edhe një pedonale korsi biçikletash në qendër të këtij parku, si dhe disa kalime natyrore për këmbësorët ose ciklistët. Projekti pritet që të jetë gjithëpërfshirës dhe t'i shtojë Vlorës një ambient jo vetëm sportiv, por edhe të gjelbëruar.